Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, 2 persona të maskuar kanë hyrë në ambientet e një kompanie telefonike në zonën e Laprakës dhe kanë dëmtuar drynin e derës së pasme. Policia ka bërtoditur se janë proceduar penalisht 7 punonjës të sigurisë dhe drejtuesi një departamenti të kompanisë. Ngjarja është zbuluar nga një punonjës i sigurisë së brendshme, i cili nuk e ka raportuar atë tek autoritetet përkatëse, por ka informuar vetëm drejtuesin teknik dhe punonjësit e shoqërisë private të sigurisë. Për këtë arsye ka nisur procedura penale për moskallëzimin e krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës ndaj disa individëve. Policia ka reaguar 3 muaj pas ngjarjes së ndodhur dhe bën me dije se procedimi i këtyre 8 punonjësve ka nisur për shkak se kanë fshirur sulmin në zyra nga 2 persona të maskuar. Këta të fundit, më 25 dhjetor, rreth orës 2:30, kanë hyrë në ambientet e kësaj kompanie, duke dëmtuar drynin e derës së pasme. Në njoftimin e policisë thuhet se ngjarja është konstatuar nga punonjësi i sigurisë së brendshme i kësaj kompanie, i cili në deklarimin e tij ka pohuar se nuk janë marrë sende dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale. Punonjësi në fjalë nuk ka njoftuar organet ligjzbatuese, por dyshohet se ka njoftuar vetëm drejtuesin teknik dhe punonjësit e grupit të shoqërisë private të sigurisë fizike që kishte në ruajtje ambientet e kompanisë. Po ashtu është konstatuar se edhe përfaqësues të kompanisë telefonike kanë qenë në dieni të ngjarjes, por nuk e kanë kallëzuar atë në organet kompetente.